medias, fișii număr mal, plus aia de proxim simultan, avem de sal, you have indirect for this starting point, or accredited kiloi and zilone. Familie nu cam e gel shumë të resë, se tila kemi bërë më parë. Në fakt, unë vetë do të thasë në sesionin e dytë, që dua ishë progresin e pamohueshëm, mendoj se janë krijuar gradualisht edhe kushtet. Midis jam në gjeshën të forësish, vendas, të huaj, kemi një numër forësisht të huaj që vinë nga rajoni Ballkanit, pra nuk vinë nga qendra e medias në Bosnjë, që janë partnerët dhe kolegët tanë atu afër, të restorant London, është një sakrifis, nëse mund të thënë, një sakrifis që janë dhe. Very important event. As you might be aware, it's a principle of each democracy to give independent journalists the main tools they need. I'm second time in Albania, and as Renzo already said, the first time when I was here, it was like 5 years ago. I was a participant in some training, Net Novinar training center. Net Novinar training center is a joint, actually a project launched by Media Center Sarajevo and Investigative Journalism Center Sarajevo. It's such, I like to, unfortunately many not just journalism students, not just think that if we try to very good to trying to with the policemen, we could say that the, let's say, ordinary journalist is kind of police constable, like just trying to get first information, trying to build, because sometimes it happens in the newspaper or TV right or shoot in the county, lack of money, lack of actually going for that trace, we could say, but it's actually, of course, it's not true. Not just in USA, but we're talking about the USA because USA these kind of stories are written and published with some, actually, some parts of investigative journalism. Analizë investigative, koncept që tek ne po hyn gradualisht. Ashtu siç e tha ai që të zhvillohet një gazetari investigative duhen disa kushte. Vime e shkollë e propagandës. Dhe për fat keq, duhet pranojmë që gazetarinë propagandës të komunizmit për një pjesë. Lidhur i raportet e kushtetarëve, kryesisht ata administratës i varen nga shpifjes dhe të hyrjes, defamacionit, i cili qendrën e gravitetit e kalon nga kodi penal në kodin civil. Format e propagandës që përdor pushteti shpesh, edhe në këtë rast prap nuk është se ishte rruga më e drejtë e zgjidhjes problemi. Ne kemi pas shumë raste të cilat në periudhën kryesisht post 98 që nuk respektojnë hierarkinë profesionale, që nuk respektojnë. Atëherë, për 20 minuta ne mund të shkojmë për darkë tek restorant London. Dita sot më është pak më e gjatë dhe unë e kuptoj që është një lloj sforcimi, po besoj se do ja ndalim. Ne këtë do punojmë në 2 seansa paralele. Seansën e parë Sasha Lekovic, përdorim i anonimitetit e kështu me radhë. Pastaj 3 orës 1 do të hajmë drejt gjithë bashkë dhe pas dite do përfitimi të bëjmë pak më shpejt se që kemi parashikuar.
succes. Yesterday, when I was, actually I told you something about my recent position, and I tried to explain you something about organizations that we represent here, myself, National Legal Magazines in Croatia. I was working with some agencies, ordinary, let's say, journalists, but some who want to be recognized as in basic questions, writing, researching and writing the so-called investigative stories. And okay, to reveal very big thefts and something like that, but sometimes it's not about what is actually very interesting for our readers or listeners or viewers. Another very important question is why I want to say that. Told me, or I don't know, what law says about it. This way, I don't think about history in large. I think about the history of the case, because history, what should I know about statistics? And what I know about ethical principles. What I don't want to do, ever. Exactly the same. And sometimes if you don't know if Valamit situash filozofia, skurritor që të mbështet gazetarë të cilët nuk mund të jetë kohën e caktuar. Kjo vjen se projektet që janë paraqitur kanë qenë të dobta, apo Shqipëria shihet si vendi më i zhvilluar i rajonit dhe nuk ka nevojë për hetime kaq të rëndësishme. Janë bërë tashmë praktika pune. Dhe me pak punë mund të zbulosh gjëra shumë të mëdha. Viteve 80 në rinis, ishte i gazetë dhe të relativisht suksesshme dhe njëherë Filipi bëri kompliment sa më pëlqen gazeta juajta. Politikanëve të lartë që flasin vetë quajnë bashkëpunëtim. Po bashkëpunëtimi unë do të them nga 2-3 gjëra dhe më shumë shuaj kurreshtin ose interesin tuaj me pyetjet që mund të bëhen rreth arigjinit dhe jeri për të parë trafikimin e fëmijëve jashtë shtetit. Du t'ja shpjegosh atij që ti e ke se kjo është një fëmijë, ç'ta bëj? Ato do të duan të lidheshin me të tjerë kofi policie që la region të kalin se çata kishin paguar edhe ne kishim paguar edhe policën e tumi. Vajzën tonë që fëmija ka ardhur dhe në rregull me paratë që në Pranon fiks fare kaseta të gatshme të investigimit. E shtet kaq. S'kemi hyrë në gjëra të fundus të fiks për shkak s'ka me juar. Radhën dhe polemis pak nga tema, dhe që duke qëndruar brenda këtij mandati, të shkuar më tej. Lajmi kërkon rëndësishëm që duhet të kemi parasysh nëse flasim për këtë lloj gazetarie. Me përgat një di shumë mirë këtë, në pozitën që ka pas, në dyja, një që ka bërë dyja role, këtë të rëndësit edhe të shqiptar të aksesit informacioni, problematikë dhe implementimit të ligji. Një ligj për drejtë informimit, jam i sigurt që këtu do të konkordojmë bashkë. Nëse unë them që një gjë që kjo është çështje, me siguri që ose proposta me siguri dhe ju do mendoni që ajo është çështje. Në tjera që kanë bërë vetëm vjetë, kurse ne kemi 9 vjetë. Në momentin që u bërë, ishte pa dyshim një akt shumë nga përpara.